Në 5 fikse ke lë? Po. Prit, nalë të regullojnë që. E. Irena, sa simpatike. Trashgojnë? Jetë lumë. Krush, trashgojnë. Faleminderit. Gëzofshi edhe në fëmijët e tjerë. Ja ta shti do të vijë. Skajë. E shikon krush, u pugje dylli do të duhet shumë. Si ku jemi parë bashkë? Mos keni punuar në komitetin ekzekutiv? Ja, unë jam edukator. Ashtu? E po shumë mirë. Kurse juve pedagog në Universitetin Shtetëror. Po. Keni profesion të mrekullueshëm. Po punë ashtu si gjithë punët. Jo, unë kam një konsiderat të veçantë për kuadrën. E po krushk, na trashgojnë fëmijët, të keni jetë lumtur dhe kryesorja të nderojnë. Ashtu është. Rëndu goja. Hajde gëzuar. Gëzuar krushk. Zuar bezë. Ndasëm dhe. E po rinia mund të kalojnë më danë, apo jo krushk, ha? Hajde. Kalojnë. Shkoni. Irena, na pish një gëtë? Je nuk flisni fare. Jeni i heshtur si papa juaj. Jo gjithmonë. Si jo gjithmonë? Po stërvitem që të flasa më pak, kur të jam vetë. Ishte një proces i gjatë dhe caj ndërlikuar të ndrina. Çështën e drejtuar ty me sa mora vesh, Po. Interesojmë se aty u përmend edhe uzin e jon për një arbitrash. Po. Gëzuar. Juve keni mbaru për fizikë bërthamore? Po kam 2 muaj që kam filluar nga puna në Institutin të Fizikës. Po. Shekë pse le gotën nuk pëlqen? Jo, Ata s'po shipon. Të është në vërteta unë nuk pi kur pjetë forta. Ti në vitin e fundit për kemi industriale. Po në vitin e fundit edhe një muaj fillen provimet e shtetit. Ka një vend që nuk e di. Po mos është në rrethana. Jelena, po ti s'ka afare. Gati, Agro. Të pandehurin e thonë. Ja erdhë. Me ndërmarrjen e tullave silikate në sallën numër 3. Stacioni hekurudhor me ndërmarrjen e tullave silikate në sallën numër 3. Spiro Gurabardi me Eleni Gurabardi salla 5. Spiro Gurabardi me Eleni Gurabardi salla 5. Ullën. Kanë ardhur të gjithë dëshmitarët? Mirë. Ti i pandehur. Çështjen tuaj do ta shqyrtoj trupi gjykuesi i përbërë nga Agron Shkaba kryetar, Fatmir Lika dhe Zana Berisha antar, Flutur Azili sekretare. Keni ndonjë kundërshtim? Jo. Mirë, uluni. Dëshmitarët të dalin jashtë. Më falni, kishit gjë ju? Jo. Fatmir? Jo. Mirë. Lexojmë atë akuzën. I pandehur i la me Çobani. E dëgjuat atë akuzën? Po. E pranoni? Po përveç shumës 2794 lek, që është vlera e mallit, pasaj flet daljes. Po. Çfarë malli ka qenë?
Po në flet dalje shënuar rrushin nderuar gjykatës. Unë nuk e kam bërë hyrje. S'kam as dokument për këtë. Po mos e keni humbur i pandehur apo zhdukur a? Jo, i nderuar gjykatës. Ai mall nuk ka ardhur në njësinë time. Ashtu? A është firma jote kjo këtu i pandehur? Nuk e di. Si nuk e di? Më duket se është firma ime. Si më duket? Ekspertiza vërteton se kjo është firma jote. Nuk e di si e kam hedhur atë firmë i nderuar gjykatës. Apo si ma kanë marrë. Po? Vetëm për një gjë jam i sigurt. Që ai kamion me rrush kush e di ku po pihet raki tani. Qetësi. Kush ta solli këtë? Nuk e di. Si nuk e di? Po ty shkruan se ka sjell shoferi furnitor Idris Bravo. Po unë s'kam marrë gjë. S'ke marrë gjë? Jo. Mirë, ulem. Të vite shmitari Idris Bravo. Idris Bravo. Emri, mbi emri, atësia, profesioni, datlindi. Idris Ahmed Bravo, 1938, Po? shofer furnitor. Shofer furnitor, po. Duhet të tregoni të vërtetën për dëshmi të rreme mbani përgjegjësi penale. Më vjen keq që ndodhem në këtë sallë, qoftë edhe si dëshmitar. As si spektator nuk do të dëshiroja të vija këtë ndërtesë. Kam alergji nga gjyqet. Më besoni shokun. Shoku gjyqtar. Fol për çështjen. Shoku gjyqtar. Në shumicën e rasteve tonë kam furnizuar lamen. Veprimet janë kryer konform rregullave. Unë jam shumë i kënaqur prej tij. Po. Çfarë marrëdhënie keni patur bashk? Jeni shok? Jeni grindur? Apo jeni në hasmëri? Jo. Zyrtare si me çdo shitës. Kemi qenë shok thuaj. Kemi pirë bashk thuaj. Kemi ngrënë edhe pulët pjekura bashk. Ulu i pandehur, ulu. Do të flasësh kur t'ja pleje unë. Ulu. Urdhëron. Po. Edhe kemi pirë ndonjëherë. Edhe keni pirë ndonjëherë. Do me thënë se keni patur lidhje. Mirë po në hetuesi këtë gjë nuk e keni pranuar të dy, apo jo? Po mallin e datës 15 shtator. Unë nuk e maj mend se si ka ndodhur. Po? Po, flet dokumenti që ai e ka firmosur. Kush e di si ma ke marrë atë firmë? Me mirëbesimin nderuar gjykatës. Kur kam qenë i Ku tërë. vajti ky mall? Po fletotimi tregon se Idris Bravo. Atë rrush nuk ma ke sjell mua. Mos më rëndo. Trego më mirë se ku e ke çuar. I pandehur pyetjet këtu i bëj unë. Ulu. Më falni nderuar gjykatës. Idris Bravo. Lame Çobani ju akuzon se ju nuk ja keni shpën atë mall që figuron në dokumentin 2035. Mirë po gjatë hetimeve ka rezultuar se ai mall në të vërtetë është shuar prej teje. Si e shpjegon akuzën? po, do në talaj veten me një mënyrë që s'shkon. Po? E ka shit mallin për hesab të vet, edhe tani kërkon për helli mua. Ke njëni nderuar gjykatës. Ti nuk je shok. Ti je i poshtër. Qetësi Salla, qetësi ju lutem. Urdhë. Vazhdo. Unë doja të të shpëtoja. Po ti m'le mbalt. Mos më shiko ashtu Idris. Tani unë do të them të vërtetën. Po. Çfarë të vërtetë do të thuash ti i pandehur? Po ja i nderuar gjykatës. Kam për të thënë që Idrisin futin valle. Ky më sillte mall të tepërt që e siguronte direkt nga ferma. Po? Ndërsa unë e shisja. Parat pastaj ne i ndani për gjysmë. Kë shpif mërti. Nuk shpif unë Idris Bravo, jo. Po ti jo vetëm që më sillje mallra të tepërta, po në pije e sipër, ke kërkuar që unë firmosja dokumentat e ditëve të kaluara. Prandaj unë dole deficitin nderuar gjykatës. Dhe u detyrova që parat e fituara nga bashkëpunimi t'i derdhja për të mbuluar deficitin. Qartë. Gënjel shoku gjykatës. Pa i nuk ka fakte. Qetësi. Nga rrethanat e mësipërme, trupi gjykues vendos që Idris Bravo të merret si i pandehur. Derisa doli një problem i ri, unë mendoj se çështja duhet të kaloj prapë në etosi. Dakord jemi? Dakord. Seansa gjyqësore mbyllet. Vështirë se... Ose dhe ti je, agroni jam. Mirë. Dëgjoj. Me atë çështjen që ke shqyrtuar ti na dolën probleme të reja. Dyshohet se Idris Bravo të jetë bashkëpunëtor me shitsin. Po. Ta ktheva çështjen për hetime të tjera. E lexoj një herë proces verbali. Mirë? Hajde në pafshë.
Hiq u habit si është e mundur. Ishte tipi regjur. Hajde zbërtheje tani. Të keqe nëna, atë pres? Ja erdhëm në, shkoni pare. Biopsia tregon se nuk është në origjinë tumor. Ja shikoj këtë zonë këtu. Por gjendur tuberkulare. Mareda të kërkojnë telefon. Erdha. Sigurisht me antibiotik. Faleminderit shumë, e kam të qartë. Doktor, s'keqe nëna. Mos u shqetësoni, shumë mirë. Mos u bëni me fare në fare. Mareda, telefoni. Po Agron, telefonova njerë. Mirë. Aty ku takojmë gjithmonë. Ke shumë që prej? Ku jeti? Do të tregoj një gjë shumë të bukur. Çfarë? Haj. Pëlqen si vend? Kështu i bukur është, po si është puna. Unë të mbarë. Mbarë paç. Kur mbaron ky pallat? Besoj për 4-5 muaj. Pse? Duam të marrim shtëpi këtu. Ashtu? Ka parket? Kuzhina jo, dhoma. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Punor. Të pëlqeu? I bukur është. Po sikur të kishim një apartament këtu, si thua? Pse s'fle? Më kujtoja se kjo ide do t'ishte një surprizë për ty. Jo, kështu vërtet surprizësh, po sikur s'kemi biseduar ndonjëherë për punë shtëpie. Babai në rregullon, po të duam ne. Si në rregullon? Po këtë pallat e ndërton një ndërmarrje për të sistemuar punonjësit e saj. Po ç'keti këtë punë e rregullon babai? Sa serioz që bësh nga njerë? Gati më trëmbë. Dua që t'jemi sa më të lumtur, prandaj veproj kështu. Përfytyro kur ti të kthehesh I lodhur nga puna. Edhe unë të vë përpara gjërat e mira që kam përgatitur. Oh, sa bukur. Balkoni këtu shumë mirë, Ja, këtu do të pres. Këtu do të vëm sobën. Këtu një bibliotekë madhe sa I gjithë paqja e murit. Oh, Agron, dua të kemi një shtëpi tonë. Mareta, po ne kemi shtëpi tek prindit e mi, nuk kemi edhe aq ngushtë. Oh, prindrit e tu janë njerëz shumë të mirë, po. Këtu një abazhur I madh. Këtu mobilet e dhomës së gjumit. Këtu. Për Irenën nuk kam asgjë, Këtu një tapet I mrekullueshëm me lule. Oh, po me kunat brenda lindin mosmarrveshje. Mareta. Përse flet gjërat pa qenë? Çfarë të nuk të pëlqejnë prindet e mi, Irena? Unë nuk thash se nuk më pëlqejnë prindrit e tu. Po atëherë çfarë? Po sot nuk jetohet me prindrit bashk. Dgjoj Marieta. Ne mund të jetojmë edhe veç. Dakor. Vetëm shtëpi me dallavere nuk du. Ne duhet marrim shtëpi. Ç'e rëndësi ka se si do ta Për marrim? mua ka rëndësi dhe si do ta marrim. Ti filozofon. Umërsit Agron? Mirë. Nuk do të bëjmë surprizat tilla. Unë të dua shumë. Treni që përmi në stacion vjen nga Shkodra dhe niset për në Bashkë. Treni që ndron në stacion 30 minuta.
Së shut më unerda, do bëjshurëm. O Goni, o babi! Në 1 minutë po bëti. Ke qenë mami se ble Marieta. Marieta? Karme ta. Po flen tani se bën vap. Vap? Kush vap këtu? Apo jo vlaçka, më? Po mos do as gjas nga rrugës. Të knaqem. Në qytetin e Sandbalt, në përsit Burgert Storpi, ku Ministri Luesme dhe Shqetashmëra. Muy bien, papá, de verdad, Po si ka luat mirë? Ulove? Ka marrë madhe o bas. Ashtu, Ulodhëm që baba pa t'je di unë smërzitëm në akja. Ashtu, Po prita pa push pritani. Pa qenge munduar. Baba qas kemi bërë mbrëmje. Kemi fituar flamurin, e kemi pyrë dhe pyrë. Po. Dashtator, modër e dashur, punë të mbarë. Keni marrë vesh gjithku? Po, në metallurgjire. Gazeta e Marqa, organ Partit Komuniste Marksiste Leniniste të Ekuadorit, në një shkrim të saj të fundit, në titullin Lidhje e Partisë me masat, midis të tjera shkruan. Lidhja e Partisë me masat përfshin aspekte të fushës ideologjike, politike dhe organizative. Vajze babajt, mos kujto se nuk ta kam me rakut. Por ja që, kështu është. Marita 5. Dakor, baba. Dushin e ke gani. Hajde. Qenë zgjuar? E kam blej për ty, besoj se do të shkoj. Faleminderit shumë, mama, po. Unë e kam një fustan të tillë. Jepja Irenës. Si dush. Po unë kam blej edhe për ty, edhe për Irenë. Kjo ishte pjesa jote. Duhet e kishe marrë copën nënës. Qoftë edhe sa për ti përqefi. Këtu bën shumë vap. Qose nuk do të dalë tani, do të më zërë koka. Agron. Do të më shoqërosh? Irena sa po erdhi, nuk do të takosh? E takoj kur të kthehemi. Forcat e armatusura detare salvadoriane I kanë zgjeruar më tej zonat e çliruara dhe të kontrolluara prej tyre në Salvador. Tashmë më së njëjtrat e vendit. Do dalim pak. Prej më së 350.000 vetë është çliruar zotësisht. S'kan dalë të gjithë. Dhe Maritën se ndjeva fare. Mama, vëçketi, unë nuk më zhdita. Ja moj bitheva të orën 7 nga jashtë. Dhe mos mbani zi, ja do dali Adnani përsëri e do të sjell një orë tjetër më të mirë. Bile nga ato me kukuvaj që bëjnë kuku. Adnan, për atë zarfin që të duam për atë shumë. Hajde, Edro. Mirë mbrëma. Hajde, misar. Po Beni pas ka dalë kështë? Jo, Benish duke lexuar matani. Sikur nuk ka mbaruar shkollën djali, ditë e natë studion. E po në punë e ti nuk ka dembelizma, grua. Shkencëtar që flen 10 orë në ditë si sa shokët e ti, nuk ka. Është zvetur djali është bërë dy. Oh, ti mama I egzageron gjëra. Mua nuk më duket aq I verdh. Vlerësia e tyre është shenjë fisnikrinë. Unë kam ide atë jashtëzakonshme në kokë, prandaj nuk exagjoj. Shpas ke kështu sot. Ti e di që nuk I duroj do të budallëqet. Kritikon, baba, kritikon.
Një dush në familje pas ati më punë shumë mirë. Gëzuar e dashurmik. Kritika në punë ty? Sigurisht mua, pse kuj tjetër? Po si? Pas sqarova. U grinda me shefin, bebe. Edhe i më tha, mendje madh. Kaq. Po përse ishe mendje madh? Se nuk pranoja mendimin e tij edhe të një tjetri. Janë gjërat natyrore. Ti je i binur je kishe të drejtë. Sigurisht. Edhe do përpiqem që ta vërtetoj. Po nuk e vërtetuat kur u grindët? Jo. Ata vërtetuan të tyren. Përse unë do betimin. Kujtova se shka ndodhur, Agron. Mos u shqetëso nga problemet e vetit. Jo. E po gëzuar. Gëzuar. Është ende i ri në punë, nuk është rregjur akoma. Drua dhe kritika do të kesh shtërjetën. Për më tepër kur të hidhesh për pjeci dhe je veçuar. Dhe shtë prishej ty, po të pranoja atë që të tha shefi. Mua? Asgjë. Atëherë je treguar naiv. Kur të gjithë thonë që 2 e 2 bëjnë 5, 5 bëjnë. Ashtu është. Nuk po më edukon drejt, nuk e. E shikon që bëhet Agron? Nëse Beni ka të drejtë, pse duhet të pranoj atë që thot shefi? Sepse është shef. Nuk jam dakord me. E ka sjell babai për ty. Është Astriti me Lilin. Mirëmbrëma. Erdhi ylli diplomacisë shqiptare. Astrid Kodra me bashkëshortën e tij të denjë Lili. Ku je Agron? Lili. Lili si. Ç'kemi goni? Mirë. Ku je? Lili. Ti si e kalon? Pa që nge nxit. Mirë, shumë u kënaq. Je shëndoshur, je zbukuruar. Bronz, skulpturë e fisit Maja. I vëlla, megjithëse ka studiuar për merceologji, ka dhe shi artisti. Motër mos mi rrit veshët. E po sonde, me rastin e ardhes së Adnanit, tham të mblidhemi. Base rregullohet dhe puna e Astritit urdhroni. Pse u vendos përfundimisht ashtu? Jo, Agron. Akoma nuk është vendos. Ajo punë ka marrë fund. Ka marrë fund dhe nuk dua as edhe një diskutim. Ti joni muzika dhe që qëtësoni. Lëra, në dëq! Unë du ka seriozisht I tralesh! Agron, mja, qenë. Ja, kështu jam grua. Djem dhe mi që të sonerva duke dëgjuar muzikë. Dëgjodi, për të bërat si që thash në drek. Ja dhe rekomandimin për zonës ministrin. Baba e lëm këtë bisedë. Këtu nuk ka asë në të huaj. Agroni është dalin, Rustemin po e kemi të shpis. Edhe aq më mirë që janë. Ta dëgjojnë të gjithë proçën që në ke bërë. Kam kërkuar që të mbetem në uzinë. Këtë kam marrë. Se më dhe. Sepse është këtë absurdet mendosh. Që duke qenë inxhinier për disa vitesh, të ndryshosh papritur profesionet të bëhesh një përkthyes I thjeshtë deg në art turizmin. Sepse vetëm kështu siç mendoni Mato mund të kemë perspektivë të hapur. Mos. Po pse more djalë? Po. Unë e bëra. E bëra se të kam djalë. Se të dua të mirën. Zotron të regju të huaj dhe duhet të shoh lart dhe më lart. Vërtet, në fillim do të punosh si përkthyes I thjesht, po perspektiva
Dhe kjo gjitha na u qyra gabime, ku diun se çfarë. Po nisë. Jo punë nga mbaruar. Ullën. Urdhroni. Po, baba, mori fund. Tani isha te drejtori i uzinës. Dhe më tha se si pas lutjes sime, dokumentat ishin kthyer përsëri. Ullu. Si u the? Dokumentat e tua janë në uzinë? Po. Kush i dërgoi ti? Ata të cilëve kisha bërë lutje. Lutje me shkrim? Po. Po ti më the që vetëm bisedove, nuk më the që u bëre gjë me shkrim. E bërë atë nesërmen. Po pse s'më the? Sepse do prishe punë. Ashtu? E po nuk ka turp më të masike. Kam 5 muaj që coptohen për tim pirë. Nuk lash zyre njëri pa kapur e pa ju lutu për te. Dhe ky shkollë i përmbys të gjitha. Adnan! Po mua që më mbete tani? Si thoni ju? Dëgjë, shoku të duash, këtu në shpinë time nuk e më vend. Ti kur s'ke kuptuar mua, baba. Asnjëherë nuk e marr parasysh pasionin tim. Ti mendon vetëm për ata që quhen karrierë zyrtare. Jashtë! Anarshi në shpinë time nuk dua. Se marrë vesh nuk e kuptoj. Sikur po e shpjeni i punë më tulli sa jo që kish. Po i prish avenirin. Që ju i doni të mirën birit tuaj, kjo asje mund të diskutohet. Varet se si e kuptoni ju dhe se si e kupton ai këtë mirë. Do shte puna e përkthyesit është pa interes për te. Ashtu mendon ti? Agron, më fal. Ti dhe Astriti jeni ende të ri. Rinie. Rini do thot naivitet, mandje lehtësi. Rustam, unë me ty nuk jam parimisht dhe bërtë. Nese ne shikojmë gjërat ndryshe. Motë në fani se vajti vonë. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë. Ama dhe ti e gjete shumë bukur kohën për t'i kundërshtuar babait. Mundet. Por ti e di që nuk bëhem do t'i tillë. Ç'do të thuash me këtë i tillë? Hipokrit. Dhe me erdhi shumë keq që ti heshte. Mos do të m'akuzosh dhe mua për hipokrizi? Jo, për kompromis. Nuk do të prishesh as me njërin as me tjetrin. Nuk dua të kemi grindje. Kishim thurur qëndra për Astritin. E ku ti shkon të mendja se ai do t'i binte me shkel fatit ti? Çfarë ti quan fat pse do dilte ndonjëherë jashtë shtetit? Se kam fjalën aty. Po ç'do të bëj ai në një uzinë? I zhyrë me vaj e graso, një lloj si gjithë punëtorët pas një lloj perspektive. Cilin quan ti perspektivë? Atë që do të mbetet të rjetën një cop inxhinier. Do me thënë ata qindra inxhinier që punojnë si Astriti e kanë humbur perspektivën. Mua nuk m'interesojnë ata, m'intereson vetëm vllai im. Po kush nuk do të lakmon të atë vend në ministri? Astriti. Astriti u tregua një mendje lehtë dhe asgjë më tepër. Marieta. Unë të dua. Shumë. Kemi vendosur të lidhemi jetën bashkë. Po sjellja e babait nuk që e mirë. As heshtja jote, as indiferentizmi i Benit.
Am kupton. Se të dua shumë, pa t'i them të gjitha këto. Harrove çakmakun që të solli babai. Natën e mirë. Natën e mirë. Do vish të më marrësh nesër? Eja ti më mirë. Do takosh dhe Irenën. Ndoshta unë gabim që po flas kështu. Unë mbush një gotë. E pash në fytyrë. Nuk është mirë djali. Irena, hajde që. Ç'bisedonit? Ka gjë agroni? Po jo, mama, qa do ketë agron? Mos ka bërë fjalë me Marietën. Po jo, mama, pse ju shkon mendja për keq? Natën e mirë. Natën e mirë, baba. Mas u shqetëso, Drita. Qofse janë ngrindur sonde, do të pajtohen nesër. Nikon Prenga, Kodroni ullje kërkon moshe, telefon. 3 herë kanë marrë, po ishit në seancë. Nikon Prenga, ullje moshe, sala 2. Alo, ase vetije. Ja tani së mbarova. Selaudin Musa. Pa ja mund të vi për një gjysmëor. Ai mirë pash. Insistimi i Lames për atë kamioni me rush më duk ka forci, përderisa pranon të firmën dokument. Po deri se çështja është shumë e kuklavitur. E shoh se të paska lodhur shumë. Shumë. Një muaj gjysmë e time ditë e natë.
Idris Bravo u zbërthye shpejt. Pra atë problem bashkëpunim me Lamen. Nuk ishte nga të shkonte. Dhe mi pim nga një kafe, lërë. Jo. Dëgjoj, Gron. Ka diçka më rëndësi edhe për ty. Kjo më ka shqetësuar më shumë se sa ngatësia ime në zbulimin e atij Idris Braus. Çfarë? Për problemin që dolli bisedova me sekretarin e organizatës, kryetarin e gjykatës dhe i burr Andeni. Ata më ngarkuan mua si komunist dhe si shok të ta zbuloj çështjen. Po ç'lidhje ka e gjitha kjo me mua? Ka një lidhje. S'po të kuptoj. Vjerë yt Adnan Kodra është drejtor ndërmarrje. Po? Idris Bravo para 2 vitësh ka qenë shoferi i tij. Nuk e di mbase, po çfarë? Prita, Gron. Mos nxito. Pak më parë të thash se Idris Bravo u zbërthye shpejt. Po si zgjuar që është u os të kundërsulm. Ai tha se unë vërtet e kam mbjellur shtetin, po unë jam peshk i vogël. Idrizi përmendi disa nga 10 rastet që njihte ai. Për shembull, drejtori urdhëronte që me fjatin e tij të merrte nga ekspozita artikujt të ndërmarrjes, një sigjade, një qilim, apo artikuj të tjerë dhe t'ia çonte dikujt në shtëpi. Kështu mallrat e ekspozitës, të cilat repertorieshin vazhdimisht, domethënë ai që vjetërsoi sipas Adnanit, zvendësoi me model të ri. Dhe të vjetrat Adnani i shiste ose i dhuronte. Ai thoshte Idrisit se këto mallra shiteshin në rrugë shtetërore. Po shoferi e kishte kuptuar se parat i fusten xhep Adnani me dikë tjetër, me shefin e llogarisë. Shpesh artikujt e ekspozitës përfundonin tek Rustem Qarri, kunati Adnanit, merzollok, i cili do të bënte revlerësimin e tyre si mallra të vjetër. Idrizi thotë se Rustemi ishte matrapas edhe pelivan. Agron, besoj e kupton. Kundërsulmi Idris Braus bëhet me qëllim që ne ta mbyllim çështjen e tij. Sepse kështu nuk kemi të interesuar ta hapim çështje tjetër. Është kaq e pabesueshme. Me problemet e ekspozitës nuk kemi marrë, sa është ende shtetit. Nuk ardhur akoma. Hetimet sigurisht vazhdojnë. Ti do ta ndjekësh? Po besoj. Idris Bravo edhe mund të shpif me qëllim për të hedhur baltë me njerëzit tanë dhe të na bëj presion që ta mbyllim çështjen e tij. Po ti mos u shqetëso para kohë. Rëndësi ka që ti jesh i qartë për gjithçka. Servet. Po dal pak. Prita, Gron. Do ta pimi kafe. Ja dhe përfaqësuesi i drejtësisë njerëzore. Ogron. Si e mirë? Mirë beni, çfarë bën? Le që mirë e ti gjithmonë. Fredi, ky është kunati im. Më kupton besoj. Një tjetër. Beni mirupafshim. Ogron, hajde Fredi. Më falni, dua ta çoj në shtëpi po. Jo mëre. Që nge shumë i zgjuar, Fredi. Na mbushë mendjet. Unë vërtet kam pirë, por nuk jam i deur. Sonde ne të tre Agron do bredhin gjithë natën, s'ka. Dëgjoj beni, mua do të më falësh se kam shumë punë. Në asnjë mënyrë. Ti do të vish me mua. Fredi po doj letiki. Ne të dy jemi gati të një gjaku apo jo? Djali yt do të jetë nipi im, ose vajza jote do të jetë mbesa ime, apo s'është kështu? Merë këtë pastro, hajde ngri. Nuk u njoh. Fred Budina. Agron Shkada. Jeni shok me Beni? Po. Shok fakulteti dhe po.
Urdhër. Shtu pi gjithmonë? Jo, kur më parë. Ka disa kohë që pi. E hasan rrugë dhe e morë. Po shë di se ku ka qenë gjithë mbëllë. Si e tënë? Nuk di, se që kam jeloj si pëldije. Po mos kujtoni se jam i dzerë. Vetëm kam një lloj trubullira, asgjë më tepër. Po mi çfarë keni, pse më shikoni kështu, sikur më keni marrë në patronash? Kuptoj, Agra. Ti me siguri po më qërton. Po çuditesh me mua, apo jo? Shko po dua që thuaj babait. Çfarë ke? Shepi, çfarë don mër? Kështu jam unë, i bëj ca gabime. Vetëm Astriti nuk gabon. Ai është njeri me karakter. Am dëgjon, është njeri me karakter. Vetëm ai është ndryshe në shtëpinë tonë. Beni, çfarë ke? Astriti erdhi sot në shtëpi. Mori plaçka dhe iku për gjithmonë. Shoku baba në urdhëroi që të mos I flasim. Beni, ja të shkojmë në shtëpi. Nuk dua të shkoj në shtëpi. A e kuptojnë që nuk kam dëshirë shkoj në asnjë vend. Jam një mendje madhe asgjë më tepër. Ti Fredi nuk e shprehur për mua kështu mbledhje, e di. Ata kolegët e tjerë po. Jam një hiç, një bosh. Një boshllëk u fryner. Hajde Beni tani, mjaft ço. Hiqe dorën. Nuk kam nevojë. Hamar Agron, çfarë ke? Pse më shikon ashtu? Më duket se më ke inat se unë njoh teorinë e relativitetit. Po mirë, e dini se çfarë jemi? Ë? Grimca të ardhur nga kozmosi, zero absolute jemi të gjithë. Përse e kritikuan Benin atë mbledhje? Si t'ju them, Benin e kam shok. Nuk ka qenë student I keq, po punës të them drejtën e ka varur fare. Edhe nuk duron asnjë kritikë. Po m'duket nuk është ky shkaku që ai pi. Cili mund t'jetë? Ndoshta nuk shprehem qartë, po diçka me thellë. Ai asnjëherë nuk ka qenë plotësisht I ekuilibruar. Por është lëkundur midis një thjeshtësie dhe modestie të madhe dhe një vetkënaqësie të tepruar, të papritur. Ai sikur vuan nga diçka që duhet të ketë lidhje me familjen e tij. Të lutem, më intereson. Si t'ju them, Beni me sa duket ka kundërshtime me Tjatin. Me Tjatin? Po pse? Sepse siç më thot nga një herë, ai ka shtyr gjithmonë që të kenë një maskë. Një maskë hipokrizie që Beni nuk e duron dot. Kush e di se sa ju ne veritem që po I flas kështu. Pse më vjen keq? Sepse po flas për gjëra që ndoshta nuk më takojnë, po Benin e kam shok dhe I dua të mirën. Më kuptoni besoj. Po, po. Pastaj që kur ka ikur Astrita jes në shtëpi nuk ka dëshirë të shkojë. Bravo. Vonove, bjeshi? Jo, pushoj. Ndihesh mirë, baba? Jo, asgjë. Ha? Hiç. Ishe nga Marieta?
Ajo nuk vaj. Pse? Kisha punë. Mi? Natën. Natën një. Irena? Ka ardhur vllai. Agroni ka ardhur tu? Ua! Sa mirë. Po të prej për jashtë. Zvonohet. Do vi dhe unë. Do ta takosh? Kam shumë dëshirë të njeh me të. Do dëgjoj këtu. Mos kujto se mamaja ato çështjen tonë nuk e ka ngritur në shillën e familjes. Ogoni! Vlla, çka? Të keqen motra, kur erdhe ti? Ja sa po erdha. Si jeni juve? Mirë. Pa dalet e çonë? Aha, u lodhe nga rruga ti? Çka, pa. Ç'keni? Robert Zoj. Zoj. Kur keni ardhur? U bën një orë që po të kërkoj. Ju doni të bisedoni, shmalleni. Po largohen. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Që shku Robert? E shoqë zëmra. Roberti, së shpeti do të vinë shpinë ta. Kështu nga pamja dhe nga sjellja të merrte në qafa e Robertit. Është njeri shku që pas ka pëlqyer ti. Pastaj nuk bën kaq lehtë apo. Si mund thuhet kaq kollaj, kaq thjesht, ai do të vinë në shpinë tonë sikur ta ftosh shtetin për të vajtur në kinema. Po kemi qenë shok në fakultet. Pastaj këtu bashk. Mos e nxituar Ida. Ti ke qenë gjithmonë vajzë e zgjuar e madhe. Shkoj thoj mamas dhe babaj që nuk duhet shqetësohen. Dakor? Do të thuash kështu? Do të them. Nuk kam ardhur për ty, po për vete. Për Robertin tënd nuk dija gjë. Ka ndodhur gjë me Marietën? Tani na ka dalë një problem i ri me Tjatin. Babait nuk e di pse nuk e thosh atë. Nënës paq më keq. Kurse ti më mungoj. Po tani çfarë do bësh? Nuk e di. Prandaj dhe erdha. Po mbas asgjë nuk është e vërtet. Ndoshta. Me gjitha ato hetimet vazhdojnë. Marieta s'di që? S'kam se si t'ja them ti, e kupton?
Dy njerëz që duhet kuptohen me njëri tjetrin, apo jo? Ti ke vendosur të presësh përfundimet e hetimeve. Po ç'të bëj tjetër? Rëndësika të merret vesh sa më parë. Ti kërkon që kur t'ysh në atë shtëpi, të mos shkelësh me një bar hamendjesh dhe dyshimesh, apo jo? Pikërisht. Po atëherë ti mundet që... Aman më regoni se nga trajmë punët kështu. Ti të lartë tani se vajti vonë. Edhe unë do të ngrijem 104 që të kap trenin e parë. Qa është sot? E mërkur, pse? Deri që tonën sa i gjatë më duket java. Nuk do mi gjatë mundin nga ty tani. Agone, po si kur ti thoshet e babajt. Jo, më mirë të sigurohem vetë një herë, pastaj shohim e bëj. Ik vllazko, natë e mirë. Natë e mirë. Natë e mirë. Natë. Nuk do më thua gjë tjetër? Si kur ti thash të gjitha. Aha. Bëj të falë Robertit. Natë e mirë. Shohultan, treni për Tiranë niset për 5 minuta. Shohultan, treni për Tiranë niset për 5 minuta. Treni që vjen nga Pokradesi vjen në stacion në orën 8:30 dhe niset për Tiranë në orën 8:45. Treni që vjen nga Pokradesi vjen në stacion në orën Po ekspozita erdhi? Akoma jo. Po zbulova mekanizmin e saj. E si? Artikujt e ekspozitës nuk bëheshin në dalin magazin. Po merreshin direkt nga reparti. Po për të regjistruar, ku regjistrohesh? Në asnjë vend. Figuronin vetëm si numër në listën e ekspozitës. Kështu që s'ka për të zbuluar kur sasia plot e artikujve që mungonin. E justifikonin me faktin se nuk ishte dalë kostuar reale. Ishin eksperimental. Emrat që tregoi Drizi u verifikuan? Po. Shumica e njerëzve i kanë blerë artikujt. Sigurisht, me çmime të arsyeshme sipas njerëzve. Po Adnani ka marrë vesh? Them se jo. Fillova ta marr në seancë. E pyeta kryesisht për Idrisin. Kisha mbledhjen e katedrës. Po çfarë ke, pse i ke si të skuq? Po, më dhem pak koka. Duket kam tension. E po se ma tensionin, neglizhon. Po ti s'ta the, ku ishe 2 ditë? Ja me një shërbim. Kisha një sjarin për një gjyq. Pas ke skeruar shpejt. Vetëm 2 ditë? Po si ishte ndonjë gjë e madhe, punë emri. Po ti, pse nuk e shku te Marieta? Të ka telefonuar 2 herë. Ishte e shqetësuar nëse ke kthyer apo jo. Isha i lodhur. Po mirë, merë tani në telefon. Foli vajzës. Kur ishim të ri, jo temi varte të rinjt një pëllamb, po të mos vrapoja tek ajo kur ktheheshe nga shërbim. Po si. Tjera kohra ishin ato. Alo, urdhëro.
nuk fali. E mbylli telefon. Që të ketë nëllë midis tyre? Edhe Marieta kur të fundit, sikur vjen rrallë të kre. Gjergji, a nuk të duket se është bërë një qitë mendje madhe? Mos i ka nëllë gjatë djalit në punë. Jo, nuk besoj se ka në i halë punë. Diçka do të kënë ndodhur midis tyre. A i këto kohë të fundit se si është bërë. Si zëmë, si hutuar. O Besnik. Ha, agron si? Mirë. Është tek drejtori. Pse? Po ja, Marieta nuk do që të qëndroj më midis herojve të eshtu. Siç e quan ajo repartin tonë, ka kërkuar transferim. Në repartin anatomo-patologjik nuk ka ndonjë satisfaksion profesional. Marieta. Si e? Mirë jam çdo mëngjej. Takova Besnikun, më tha diçka. Asgjë më rëndësi problemet zakonshme të punës. Nuk është më rëndësi? Po përse s'duhet ta di unë? Sepse jam zëmëruar me ty. Nga që s'të morën telefon mbrëm kur erdha nga shërbimi. Sigurisht. Largohesh nga Tirana dhe kur kthehesh as që kujtohesh se unë rroj në këtë botë. S'është e vërtet. Nëse ta shpjegoj pastaj, po tani më thuaj si është puna jote, çka ndodhur me ty? Asgjë më rëndësi të thash. Më mërzita duke bërë biopsi për të tjerët. Kam edhe unë sedër profesionale, më kupton? Kam edhe unë nevojë të më falenderojnë smurët afërmit e tyre. Pse aty ku je nuk i ndihmon të smurët? Pikërisht. Ne bëjmë biopsit, kurse meritat e punës sonë i marrim mjek të pavioneve. Jemi njerëz pa perspektivë, si thot babai. Babai? Po. Ti kur ti më thoshe se aty mund të merreshe me shkencë, bile të mbroj edhe ndonjë disertacion si kolegët e tu. Ti kur? Hello, më mirë këtë bisedë. Po të pyes dhe njërë pse nuk më telefonove mbrëm. I që isha i lodhur i mërzitur, ashtu s'më kishe ecur një punë. Edhe babai me mama nuk shqetësu. Ata nuk kanë përse të shqetësohen. Në fundit kjo është një çështje që na përket vetëm ne të dy. Nuk është ashtu. Ne me prindët jetojmë dhe gjithçka e kemi të lidhur me ta. Si thua vemi nga unë? Beni ka ditëlindjen, i blejmë me një tort. Jo, unë nuk mundem, më presin në shtëpi, nuk i kam lënë kohë. Po ç'keti? I marrim telefone dhe u them. O Astrid! Ku jeti, ku je? Ka kohë që s'kam parë, për punë ziton kështu? Maternitet. Lili lindi djalë. Vërtet, sa po më bëhet qefi, dëgjoj, do të më falësh, por nuk kam ditë. Do t'ju vi për vizitë. Do t'ju vi patjetër. Bëj të falë Lili. Faleminderit. Miropafshim. Ai që takova është yt vlla Astriti. E pashe pastaj? Përse nuk i fol? E përse duhet i flas? Sepse është vëllai yt. Po t'ishte vëllai vërtet, nuk do ta kishte fyer baba. Nuk do t'ishte larguar nga shtëpia. Po ish një mosmirnjos, një plank prishës, ja se çfarë është. Po do të kthehet. Do të kthehet i penduar, po atëre do t'jetë për vonë. Kjo gjë s'ka për të ndodhur kurrë. Kështu të tha? Jo, po ta them unë. Kjo s'ka për të ndodhur sepse ju nuk mund ta kuptoni, as babai yt as ai daja yt Rustemi. Më vjen keq për Benin dhe për nënën. Agron, nuk të lejoj ta fyesh baban. Si rezishti the ato fjalë? Se ç'kujtovi? Atëherë po bëjmë të lartë. Oh, hajde, mora Agron, hajde. Po të prisim, çu bëre? Hajde me çu. Kaluan 10 minuta loj. Një ditë, po që bëre më Agron, që bëre në të prisni. Kam qenë me shërbim. Ka qenë me shërbim. Po mirë, shqetësojmë në flisht. Motra ime plak. Po shtua kështu me sa një, po ti e yll mrekulli. Apo jo është pata e Demokleut.
Po të shoj, mëjna, do të bëhen si ti këto vajzat e reja kur të arrin moshën tënde. Ne mbaruam kurse Kemi mbaruar grua, jo. E këtë lara shumë që ka të tjertë në kohë. Po pse s'më bëri ti mua? Të hamet mendojmë vetëm për të mira në këtë botë. Apo jo, Adnan? Megjithse, Adnan, po s'mi rrëtullon sytë ashtu sikur do të shpëtojnë e gabim politik. E dini atë historinë e Nastradinit? I tham një ditë kur po nisej për udhtim. Mos shko në atë rrugë Nastradin Efendi se do heqesh keq, është e vështirë. Po nuk kam për të mira që të heq keq përgjegj Nastradini. E shkëlqyeshme apo jo? Koncentrimi i përvojës popullore. Shkëlqyeshme. Kush? Kalorsi. Asgjë shkëlqyeshme s'ka këtu Rustem që të ketë bëme përvojën popullore. Dinamo bëndërimin e parë. Jo Rustem, agronin e kemi tonë, por i dashur e tregove këtu, në vend tjetër më se thuaj. Largohet imami, në lojë, Topçiu. More agron. Më thirrën e tusi për çështjen e atij Idrisit. Ti e di e kam patur shofer. Si është puna e ti? Nuk e di. E tu si këthnjite, e kishe shok. Pyet e një. Po ku je bërë kështu, more birë? U lava në det. Nuk ka gjë më të bukur se sa të lash në liqen në tetor. Nuk po të kuptoj në liqen apo në det? Zorri madhë për ta kuptuar. Që nge zhjetur mirë në shishet rakis. Baba, nuk kam pirë asnjë glan raki. Fredi. O, Fredi. Mareta thire. Ai shoku i më i mirë. Ai që më bën të më vras në rgjeje. Mirë dita. Mirë se erdhe, birë. Urdhro. Urdhro, Fredi. Faleminderit, më presin. Unë erdha vetëm për të shoqëruar Benin. Nuk po e shqetësoj. Ullet, ullet. Mirë thot, hajde. Po mirë si shishë punë bashkë? Jo. Ai ishte larguar që në mëngjes, pa lajmëruar se ku. E takova rastisht në rrugë dhe me që ishte mërzitur në shoqërove. Faleminderit. Faleminderit shumë. E kam thënë unë gjithmonë, që kur mësonit bashk, ti je shoku më i mirë i Benit. Kështu është më por. Kanë qenë shok të ngushtë, agronë. Nuk e kishin zili njëri tjetrit. Zilia është leva e botës. Edhe superfuqit e kanë zili njëra tjetër, si përfundim armatime. Po ikim, falni. Predim, falë, lutem. Unë çka ky djalë? Si thua ti, përse e kritikojnë? Baba i Benit më falni që të të lëndoj pak. Po më mirë t'ju a them se sa. Po. Beni nuk punon mirë. Edhe kohët e fundit kritikat në punë për të janë shtuar. Ka filluar edhe të pi. Bile pi edhe gjatërare të zyrtar. Unë nuk di që t'ju them. Kryesori është se nuk punon fare. Jam munduar të ndihmoj, por më duket shumë e vështirë. Ashtu. Po si që nga kjo punë, sigur së mbesohet. Nuk e di. Po ju duhet të ndihmoni. Më falni që po i bëj një vritë të tillë se nuk më takon. Ju ndoshta çuditeni që më flas kaq hapur. Po e kam shok edhe dua. Nuk më pëlqen që ai të arrijë deri në këtë pikë. Fjalë mos e thuaj ti. Djalë i ri është. Edhe do pi, edhe do të frej. Unë nuk e kuptoj pse ke marrë kaq rënd. Vjen edhe na thuaj që edhe nuk punon. Ama shok. S'kam parë njëri më patak se ky. Idiot. I verbur nga ignoranca dhe mungesa e etiketës. Të mos shkel më këtu. Dhe Benit mos i flas më kurrë. Benit ja rregulloi unë. Jam me çfarë shoku shpërzihet. Ndoshta do t'ju duket pa vend ndërhyrja ime, po duket se kështu nuk e ndihmojmë Benin. Ai sa e kam njohur unë Fredin ka lënë përshtypje shumë të mira. Si një djalë i pekur dhe që i do të mirën Benit. Ashtu? Më fal agron, po nuk kam në mendje me ty. Ne mos jemi dakord për shumë gjëra. Kur është fjala për të bardhën që është e bardhë dhe të zezën që është e zezë, këtë nuk kemi si të mos e shohim. Topçiu. Klasi skandali?
Sajnaj, ullu. Ose shko shtriu, mirë, se si janë në gjendje as të flasësh. Unë nuk jam në gjendje. Unë jam në një gjendje formidabel. Çdo gjë që këtu në tavolinë më vjen rrotull. Bile më vjen që t'ju post të gjithëve. Edhe ty, Agra. Zëvën si vllai tim të madh. Edhe ai. Mos u shqetësoni familja, nuk ja shqiptoj emrin. Edhe i shumë shiftë me i natë kur unë pia. Çfarë do tha Fredi, që janë bërë probleme? Asnjë nga ju nuk e njeh kënaqësinë e të qenit problem. Ti dajmë duke se e bërë një problem. Kur të kapën në një allish verish, ëh? Ja hove mirë atëherë. Beni. Ama nuk e thash gjë dajës. Hajde tani mos e mërzit dajnë me këto fjalë. A nuk mërzit e mund duroj. Kur pi njeriu nuk di se ç'ka. Ama ajo shpreha popullore çka barku nxjerr bardaku, më duket se nuk ka kuptim. Në disa raste na mushën mendjen vaj. Po mjaft, ne e prishë qefin fare. Presin të festojnë ditëlindjen tënde, ti na e shpërblen. Të skuqet faqja. Mua të më skuqet faqja? Mama më jep pak të kuqin tënd buzëve. Mjaft tash i Beni. Mos më ne vrikon se u çmande. Shumë të dralla. I plasë. Të rrita të da shkollë, të futa në punë, të mbaj, të vesh, të mbas. Një ma shpërblen duke pi raki. Po presim të rekosemi. U farmakoshemi thua në mirë. Ku shkoj Fredi? Mos e përzute? Ai është shoku im më i mirë. Pasqyra ku unë shihem dhe më duket vetë i shëmtuar. Harroj edhe pak. Ma ka sjell mua për ditëlindje. E kisha ftuar. Ai nuk është shoku yt. Nuk ta të sharpat më mëruar. Shikoj si vishet tamam si provincial. Ne keni gabim të gjithë. Ai nuk ka faj. Unë pi se më pijet. Rivënja për Dinamon. Edhe kam dëshirë t'ju mërzis. Siç më mërzis t'ju të gjithë. Përveç Astritit. Vetëm ai. Po ju atë nuk e doni, sepse ai nuk ju ngjan. Ai nuk është hipokrit, kështu si ju! Ha? E thash më në fund! Nuk ju turoj tot! Adnan! Ty të parin, papa. Sa falë që je! Mu e që se nuk e di se shtë të bëj! Pak më parë takova Astritin. Ishte bërë me djalë. Ditë mirë. Hajde. Erdhje i shoku yt, Serveti, po nuk të gjeti. Kalem një letë. Kur? Është rritur për kromin 11/6 herë, për bakrin 13/5 herë, për qymyre 88 herë, për hepur nikelin 8/5. Pse të kërkon Serveti? Dhe janë plotësuar tani detyrat e Aha, një verifikim. Në bakër, qymyre, hepur nikel, silikat, pirite, Verifikim për punën tënde? Mbi këtë bazë janë krijuar mundësi të gjera për të vazhdueshme edhe të industrisë nxjerrëse, thaj. Serveti është ai shoku yt i vjetër. Hetues. Hetues. Na lidh puna me hetuesin. Ç'është i vjetësish? Çka e tillë? Më bëfoj lështërim se ndjem shumë i lodhur. Një minutë. Ke cigare aty se më mbarua. Natën e mirë. Natën e mirë. Se si më duket Agroni. Jo fort në rregull. Po pse? Ajo letra e Servetit. Agroni që kohët e fundit është bërë shumë i mbyllur. Ka shkuar në Elbasan tek Irena, dhe jo atje ku na tha neve.
Tek Irena? Ku e more veshti? Ma tha një shok nga Elbasani. E kishte parë së bashku me Irenën metallurgjik. Nuk më pëlqen që ma fshel. A i se ka bërë ndonjëherë këtë. Po përse nuk na e tregoj? Gjirgji, ç'do të thotë kjo? Me siguri Irenës do të ketë ndodhur diçka e rëndë. Ky është nisur tek ajo dhe ne na mbulon. Jam i bindur se të keqen e ka Agroni dhe jo Irena. Rri ngrysur si re e zezë. Vajti ati të këshillohet me te. I vinde turp të në hape i neve. Kështu duhet jetë pa tjetër. Por një gjë nuk arrej ta kuptoj dot. Ç'lidhje kanë të gjitha këto me letrën e Servetit. E ti si më dukesh ti? Sikur kërkon pa tjetër të zbulosh diçka këtë fëmijët e tu. Letra, Serveti. Aman, mos më lodh me këtë fjalë. S'ka asgjë të keq që t'interesohesh për djalin. Unë nuk kam ndërmend ta ngacmoj. Pres që i di vete ku. Punati ti Rustemi u verifikua. Është një nga bashkëpunëtorët e tij kryesor. Ati beson gjërat më me vlerë. Po, ekspozita erdhi, Sot vjen vapori. Këto ditë do të shkoj ta kontrolloj. Mund vishte ti. Dgjoj, Agro. Adnan Kodra në emër ti ka depozituar një shumë të madhe lekësh. Në 3 arka kursimi me 3 libresa. Edhe fejura jote kishte depozituar një shumë të madhe lekësh. Ti ke dini? Jo. Ato para jo mund të grumullonte për 5 vjet. Në fakt ka vetëm 3 vjet punë. 2 kafe, ju lutem. E di që po filloj të kryoj dhe unë sa lidhi tani. Do më thënë, në 3 arka kursimi, 3 libreza. Nuk më shqetëson kjo më tepër se sa fakti që edhe Marieta ka një librezë me një shumë goxha të madhe. Po ndoftë Adnani ka depozituar në emrin e saj. Ndoftë. Po sigur Marieta t'jetë ndjeni. Nuk kam mundësi. Ose Adnani ja ka dhënë paratë dhe ajo i ka depozituar pa pyetur se na din këto paratë. Më goni, pse të ndodhë të kështu me ty? Shtonë do vinë dhe prindrit e Robertit në fejesë. Ti themi tash ty. Pse? Me këtë hall që kemi në s'kas një kuptim. Jo, Ire. Gjithçka duhet të vazhdoj si më parë, nuk duhet shty. Ata duhet vinë patjetër. Kam më dhënë të shifti një. Roberti më duket djalë i mirë. Ç'ka një? Agroni ka 2 orë që të pret. Është shumë i shqetësuar. Baba po të prisim. Si është punë? Përse ke shkuar në Elbasan? Papa. Përse erdhi Serveti? Ç'bëni të mbrëm me Irenën? Përse qëndron kështu i mbyllur në vetvete? Unë kam kohë që pres të më sqarosh. Nuk kam dashur të të shqetësoj më parë, baba. Hajde më fal, fillë për petë çfarë të ka ngjarë. Duket se gjithçka është e vërtetë, baba. Ne zbulojmë për ditë fakte të reja. A përkojnë të gjitha të dhënat e tyre me deponimet e Idris Paraus? Po. Vlerësit e shumët, po.
Paratë e depozituara në akt të kursimit, po. Madhrat që mungojnë në ekspozit, po pra është fakt babati aty është bërë vjedhje e madhe. Bete tani për të verifikuar në është apo jo i ndjerë kryesori. Po ti vetë, i bindur se këtu është fjala për një njeri të vetëm? Jamër baba, ka edhe njerëz të tjerë që janë implikuar. Nëse kjo është punë e Servetit dhe e shokëve që punojnë me të. Unë doja të dje ishte thjesht dyshim apo kishte edhe fakte. Tani jam i sigurt se fakte ka plot. U lutet. Prandaj ardha. Si përfundoj? Keq. Nuk ka ku të shkoj më keq. Pra, i qenë. Ajo, mama. Të gjitha faktet atje të shojnë edhe nuk kam asnjë dyshim. Po si t'ja bajnë? E kush e beson të sa i... Nuk në ka gjetur gjë. Edhe ti shko pusho. I lodhër. Po dal po. Të tha shumë. Nuk më pëlqeu që në fillim. Mama, më sikur t'i jap një formë flokëve. Po bëj të që në bëj? Do të shohim në fund edhe ty me flokë për të redhura dhe me fustan. Se mbete me pantallona. Të them të vërtetën nga ndonjëherë kur vjen nga metalurgjiku më dukesh tamam si djalë. Leri gota se i la mami. I lash. Më pëlqen ai djali i Renës. Edhe mamaja edhe jati, njerëz të mirë, kënaqesh kur bisedon. Edhe mua ashtu më duket. Mama ikë. Ik zemër, ik. Baba mirë pafsh. Prit. Prit shonjër, prit. Mi? Ik tani. Mos u bëno, Janë çokolladat pa bërë. Pa Agroni pse s'ardhi? Duhet kishte ardhur tani. Agroni duhet zgjidh të lashit e veta. Nuk e ka mendin të shtëpi. Si do t'i vej filli ati djalë? Se shofti që e shbuza. Agron, ke shumë që pret? Jo. Na thirrën urgjent për një autopsi. Sa të lejduar dhe erdha. Si thua, shkon në ndonjë lokal? Sot ka shumë njerëz, shëtisi më mirë. Marieta, duhet të të them diçka të rëndësishme. Është një gjë e gjatë apo e shkurtër? Është një histori e tërë. Po të duash ulemi. Ja. Megjithëse jam shumë e lodhur. Nuk e mbaj mend atë kam treguar për një gjyq. Ku doli se një furnitor ishte bashkëpunëtor me Shicin në vjedhje. Dhe unë e pezullova gjyqin për hetimet të mëtejshme. Jo. Po ç'lidhje ka kjo gjë me mua? Ai furnitori muar sërish në pyetje dhe në kësi rastesh dihet njerëz të tillë nga shpresa se mund shpëtojnë vetë tregojnë dhe plot gjëra të tjera. Pastaj midis dëshmive të shumta ai tregoi se para 2 vjetësh kishte qenë shoferi një drejtori. Dhe sa i drejtor kishte bërë dhe bënte vjedhje të mëdha. I të rrushfete. Shis artikull nga të ekspozitës dhe parati fuste në xhep. Kishte edhe 2 të tjerë që bashkëpunonin me të, një shefi llogarisë dhe një kunati i tij sidomos. Shoferi me urdhër të drejtorit i transportonte mallrat nëpër klient. Mirë po i kish nuhatur matra pas llogjet e drejtorit, i cili e transferon në një ndërmarrje tjetër ku i ki siguruar edhe perspektivë. Pastaj? Ai drejtor vilte mallrat e ekspozitës dhe i shiste.
Para ti fustën në xhep. Bënte karrierë duke shpërndarur shvetën. Rregullonte vendet më të mira për fëmijët që të kishin perspektivë, beneditet e jashtë. Prit. Ti the se ishin dy apo jo? Kishte edhe Kunatin bashkëpunëtor. Ai tjetri, ai po. Ai ishte fytyra më e pa skrupull, më e pa cip që kam njohur në jetën time. Thuaj që ke për të thënë, Agron. Cili është ky? Të gjitha faktet që u zbuluan të shpihen tek një emër. Adnan Kodra. Gënjeshtër dhe nuk e kuptoj pse po ma thua pikërisht ti. Marita, qetëso. Hajde. Si të shkon në mend se unë mund të shpik një gjë të tillë fare pa arsye. Sepse nuk e di. Ju të gjithë doni që ne të dy të ndahemi. Unë i kam vëre prindrit e tu. Babajt, as doni nuk i jep ti meti. Marita, mos fol kështu. E kam kuptuar. E kam kuptuar që në fillim solitat dhe jo të më nuk më tonin. Ja pas keni nxjerr nga arkivat një historia i dutësh edhe ma servirni për të shkëputur prej meje. Marita, mblidhe veten edhe mos më akuzo. Kujto se dikush tjetër është i akuzuar. Se prisja kur se të tile kështu. Da edhe kam qenë i shqetësuar. Në atë shtëpinë tënde se si më duket çdo gjë. Sikur është vënë me të padrejtë. Sikur çdo e qeshur është një tallje dhe një hipokrizi për ata që punojnë dhe derdhin tjerë së ndershme. Është krejt e sigurt. Do të duhet ndoshta vetëm ballafaqimi i fundit. Po mund t'jenë gatruar. Mund t'jenë njerëz të tjerë në atë ndërmarrje që spekulojnë dhe fajnë një gjësin timeti. Në atë ndërmarrje është vetëm një njeri që e drejtonte vjedhjen. Po ai shoferi mund shpif. Kjo ishte e vetmja shpresë që më mbante. Por e që u vërtetuan emrat dhe adresat i dha shoferi. Dolën aty peliçe, si gjade, qylyma, dhoma gjomi, kolto, ka bazhur. Mjaft! Kush t'i thatë gjitha këto etusi? S'ka rëndësi. Keftot. Çfarë do t'i bëjmë babait? E ka në dorë etusia. Sa më dhëmë koka. Këtu bën shumë ftohtë. Sigurisht po habitesh pak me ardhin time.
Jo dhe që e marrë me mend. Urdhëro ullu. Atëherë nuk ka nevojë për hyrje të gjata. Dëgjova për ato që ka bërë babai im. Doja dija deri ku shkon e vërtetë. Gjithçka është e vërtetë, Astrid, dhe nuk ka më asnjë pikë të errët. Mirë atëherë. Po shkoj. Ndoshta si e tia i cili do t'i them të fjalë, por një gjë do ta dish. Unë nuk kam patur kur djeni. Dhe e dënoj veprën e Timeti. Deri në fund të jetës, askush s'ka pse turprohet paktën për mua. As shoqëria, as fëmijët e mi. Të kuptoj, Astrid. Kam besim. Miru pafshim. Ndoshta vi përsëri. Miru pafshim. Urdhëro. Jam unë Agron, duhet takoj me ty. Po? Të pret aty ku takojmë gjithmonë. Mirë. Do me thënë ato udhëtimet e tua. Ato shërbimet. Ishim pjesëmarrja me etusim për të gjetur gjilpërën kasht. Për të më turpruar dhe poshtruar baban. Dhe ti dihet gjitha këto dhe na i fshi. O, si nuk flas kur ti them gjitha këto. Mos ta dëgjoj me këtë shpifje të ulët. Dëgjove! E prova sipas bindjes sime pa patur asnjë synim nga këto që thua ti. Kështu takon të thuash tani. A pranon t'ulesh në interes me baba? Kur? Pa ishtë baba i! Le të jetë! Nuk e shoh më si baban tënd, po si një njeri me cili më lidh vetëm për buzë. Mërzira! Mërzira! Do me thënë unë duhet ta përbuz Timat, sepse pas ka kryer. Duhet ta dënosh siç e dënonit vlla Astrid. Kurrën e kurrës! Kurrën e kurrës! Unë e dua dhe do ta mbroj Timat. Ashtu siç e kam dashur dhe dhuruar tërë jetën. Për të rregulluar jetën e ai. Për të rregulluar jetën ju ai vjedhte. Jipte rrushfete. Shpërdoronte postin. Këto fraza përdori në gjyq. Edhe jo më. Nuk jam aq budallaqe se më kujton ti. Hajde. Do të ulesh. Do përpiqesh që këtë çështje të mbyllet. Nuk e di çfarë duhet të bësh. Por mundo. Atë dusim ti ke shok. Lutju. Premtoj dhe para po t'jetë me vonë. Thuaj Agron. Premtoj se atë doj. Ti mendon se me para mund të mbyllet kjo çështje? Sigurisht. Po t'jetë nevoja i të rritë të gjitha lekët që kam në arkën e kursimit sa të do. Po ato janë para të vjedhura, Mariet. Dhe me para nuk mbulohet vjedhje për hapet më shumë. Do ta bësh këtë gjë për mua. Mariet, aty të ka sjell Daje Rustem këtu apo ke ardhur vetë? Unë e bëj për Timat. Ne jemi një. Ashtu është. Ju jeni një. Ka kohë që më bën ky mendim, por nuk do e besoj. Lutem Agron, bëj për dashurinë tonë. Jo, Mariet, jo. Kur? Është vetëm një gjë që nuk mund të bëj as për ty, as për askën. Ti kërkon që unë të përsëris veprimin e urryer të babait tënd. Si s'më kuptove një herë.
Dhe kisha këtë frikë që në fillim mirë, po dashuria më bënte të mos e besoja. Dhe çuditesha me vete për këtë. Të dëgjoja ty tani dhe fjalët ishin të babait tënd Adnanit. Ju jeni një. Diçka nuk shkonte që në fillim midis nesh. Dhe unë përpiqesha vazhdimisht ta gjeja se çfarë. Na një herë dhe mbyllja syt para së vërtetës në dashuri. Ky ka qenë gabimi im. Po, Marieta. Ju jeni një. Sot u binda përfundimisht. Ju ta atë villte duke mbajtur një maskë hipokrizie në fytyrë, po edhe ty të mësoj ta mbash të maskë. Urdhëro. Unë përngjitëm. Ti sigurisht që nuk do të shkelash më aty. Jo. A mund të ndes pak? Po si? Flut. Shkoj më shkoj. Mirë se erdhë. Mirë se vjetëm. Si, mirë. Motra. Lupe. Gëzuar, mirë se erdhë.